Dispozitat e kurbanit. Çfarë duhet të di ai që pret kurban? Me kurban, nënkuptojmë kafshën e cila therret në shtëpi në ditën e Kurban Bajramit dhe ditët e Teshrikut, me të vetmin qëllim, afrimin tek Allahu i lartësuar. Kafsha më e pëlqyeshme për kurban është deveja, pastaj lopa, sepse këto kanë vlerë më të madhe dhe përfitojnë nevojtarët më shumë. E pastaj delja, ndërsa më e pëlqyeshmja nga secili lloj është kafsha më e majme dhe më e shtrenjtë. E kjo përkitazi me fjalën e Allahut të lartësuar. Ndërsa kush madhëron shenjat e fesë Allahut, tregon për kushtimin e zemrës së tij. Surja Hajj 32. Prej kushteve që duhet i plotësojë kurbani është arritja e moshës së duhur, e që është: delja duhet të ketë 6 muaj, dhia 1 vjeçare, lopa 2 vjeçare dhe deveja 5 vjeçare. Delja vlen për personin që e therr dhe familjen e tij, kurse lopa për 7 persona, siç transmeton Xhabiri radiallahu anhu, se i dërguari Allahut alayhi salam na urdhëronte që të merrnin pjesë 7 veta në një deve ose lop. Transmeton Ebu Ejubi radiallahu anhu se njeriu në kohën e të dërguarit alayhi salam e therte një dele për vete dhe familjen e tij, e nga ajo hanin dhe i ushqenin të tjerët. Një dele për kurban është më e vlefshme se sa 1/7 e lopës. Nuk vlen për kurban ajo kafshë që nuk është e shëndosh nga sëmundjet dhe mangësitë trupore apo që është e dobët. Pra nuk vlen për kurban kafsha që njërin sy e ka të verbër, apo të dy syt, apo që është e dobët e nuk ka forcë, apo që është e qalë dhe nuk mund të ecë normalisht, apo që i kanë rënë dhëmbët, apo ajo që nuk prodhon qumësht për shkak të moshës së madhe, e po ashtu edhe kafshët e sëmura e që sëmundja e tyre është e dukshme. Siç transmeton Bera ibn Azib radiallahu anhu se i dërguari Allahut alayhi salam erdhi te ne dhe na tha: "Katër gjëra nuk lejohet që t'i ketë një kafshë për kurban. E verbra, që vërehet verbëria e saj, e sëmura, që sëmundja e saj është e dukshme, ajo që çalon dhe vërehet qartë, dhe e dopta, që nuk ka dhiam." Koha e therrjes së kurbanit është pas namazit të Kurban Bajramit e deri në ditën e fundit të ditëve të Teshrikut. Është mustahab e preferueshme që të hahet një pjesë e kurbanit e një pjesë të jepet sadaka, përkitazi me fjalën e Allahut të lartësuar. Hani nga ato mishin dhe ushqeni nevojtarin e varfër. Surja El Hajj 28.